Jo, me termokosje. Alas në kanë ardhur fakturat. Po, s'po di sa është, ajo shtrajt s'po di. Jo, s'kemi pas. Sot, Keni ndërprerje? Uj kemi pas. Uj, do më thonë me termokosin e gjithë shka në regull. Në regull. Pas qenë se janë në kotat e... Njësoj thuje. Njësoj. Mesatarisht po më vjen 200 euro e kam me pumë termike. Po nuk është shumë se me krejt qa është në banes për shemull, me shkure të rrymet me tona, me bojler me tona, 200 euro nuk është shumë. Me dru, 80 euro. Jo, vëllaj mi me të nolta janë. Vëllaj e banë me zorë. Këta para një obdite e këmë siguru, se s'po ka me shka. Një rëk, pas të po përrej 500 euro për i market. Qa me po me 500 euro vetiteti. Vetiteti? Po, pak marë të ollëta me konë. Se katastroje është mi vetë. Me një rëk të për mujna me orë gjavop. Jo, me rrymë. 150 euro më duket. Ta është për mu mirë, sonë që ndroj mirë, po shive po më dhimet populli shqiptarë që ka njeri që vunë edhe për bukë. Ka njerës varë, funën e që ndroj mesatarisht mirë, nuk e kam të lashët financiare, a di edhe mirë me profesionin tim, jam avokat